Në këtë 8 mars, ditën ndërkombëtare të gruas, shoqëritë civile si koalicione dhe rrjete të organizatave jo qeveritare në qytet bëjnë thirrje për arritjen e barazisë së vërtetë ndërmjet burrave dhe grave në vend. Me sloganin Fuqizimi i grave, fuqizimi i njerëzimit, organizatat e shoqërisë civile në Vlorë, si Qendra Aulona, Qendra Rinore Vlorë, Qendra Psikosociale Vatra, Qendra Change dhe Qendra Auleda janë bashkuar për të përshëndetur përpjekjet e grave, të cilat punojnë dhe sjellin ndryshimin, dhe për të kërkuar pjesëmarrjen e plotë të grave dhe vajzave në marrjen e roleve udhëheqëse. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë shpërndar lule për gratë e rastësishme, por edhe fletpalosje dhe mesazhe të forta për gjithë përfshirjen e tyre në jetën sociale dhe politike. Organizatat e shoqërisë civile, për të përcjellë fort mesazhin e tyre, kanë dalë me një deklaratë të përbashkët. Sot është përvjetori 104 i ditës ndërkombëtare të gruas. Në emër të një grupi organizata shoqërisë civile dhe në emër të qindra vajzave dhe grave, të cilat i përfaqësojmë, e përpiqemi të ndihmojmë çdo ditë, bashkohemi të përshëndesim përpjekjet e grave, të cilat punojnë të sjellin ndryshimin nëpërmjet veprime paqësore, jo të dhunshme dhe gjithëpërfshirëse, dhe luftojmë për të drejtat e tyre në të gjithë vendin. Ne kërkojmë pjesëmarrjen e plotë dhe të grave dhe marrjen e roleve udhëheqëse të tyre në procese të tilla si angazhimi dhe pjesëmarrja në politikë, denoncimi dhe lufta ndaj të gjitha formave të dhunës, punësimi drejt dhe i sigurt. Ne i nxisim të gjitha organizatat e grave dhe strukturat e ndryshme që të angazhohen dhe zbatojnë procese gjithëpërfshirëse në informimin, zhvillimin dhe zbatimin e Konventës së Stambollit, Konventës për eliminimin e të gjitha format të diskriminimit ndaj grave dhe gjithë legjislacionit për barazi gjinore dhe kundër dhunës në familje. Këto plane duhet të integrojnë qasjen dhe zbatimin e të drejtave të njerëzit. Ne kemi si detyrë të përbashkët të sigurojmë që gratë dhe vajzat, në mënyrë të veçantë ato të cilat janë më tepër në nevojë, të kenë mundësi të barabarta për të ecur përpara dhe për të përdorur të gjithë potencialin e tyre. Prandaj, prendimet e bëra deri më tani nga qeveria për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas duhet të realizohen. Sot, ne kërkojmë publikisht nga politikanët, deputetët dhe qeveritarët që të mbështesin me mjete proaktive pjesëmarrjen dhe përfaqësimin dinjitos të grave dhe vajzave në politikë e vendimarrje. Nuk duhet të ketë asnjë hezitim për të miratuar fuqizimin dhe zbatimin e kodës gjinore si brenda partive politike, ashtu edhe në gjitha nivelet e qeverisjes, çka ndihmon në arritjen e standardeve kombëtare e ndërkombëtare për barazinë gjinore. Organizatat e shoqërisë civile që punojnë me dhe për gratë në vend do të vazhdojnë punën për të mbështetur duke ndihmuar gratë dhe vajzat në nevojë në të gjitha zonat ku ne veprojmë. Do të vazhdoj të luftoj për të siguruar fuqizimin e gruas në shoqërinë shqiptare në të gjitha drejtimet. Për këtë qëllim, ne si shoqëri civile, si koalicione dhe rrjete të organizatave jo qeveritare, si individ të lirë të këtij vendi, do të punojnë në përmbushje të qëllimit ton final, atë të arritjes së barazisë së vërtetë midis burrave dhe grave në Shqipëri. Qendra Aulona, Qendra Rinore Vlorë, Qendra Psikosociale Vatra, Qendra Change Auleda. Drejtoresha ekzekutive e Qendrës Aulona, njëherë është edhe organizatorja e këtij aktiviteti, Enela Mone, dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në qytet, janë shprehur rreth qëllimit të kësaj dite dhe rolit të tyre në drejtim të fuqizimit të drejtave të grave. Sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas. Është një ditë ku prej 104 vitesh ne festojmë fitoret e grave në fushën ekonomike, sociale, politike, por njëkohësisht edhe sfidat dhe problemet me të cilat ajo haset, me të cilat ajo përballet çdo ditë, që janë dhuna, diskriminimi, pabarazia gjinore. Gruaja është burim i jetës. Është ajo që mban barën kryesore të mbarvajtjes së familjes, merret me miredukimin dhe mirëritjen e fëmijëve, është ajo që krijon të mira materiale dhe për këtë arsye ne themi që gratë janë arkitektet e vërteta të familjes, gratë janë arkitektet e vërteta të shoqërisë. Në këtë 8 mars ne i bëjmë thirrje komunitetit për më shumë respekt ndaj grave, jo vetëm në këtë ditë, por në çdo ditë të vitit, sepse gratë e meritojnë. Agjencia për zhvillimin ekonomik Auleda është për fuqizimin ekonomik të gruas. Një grua e fuqishme ekonomikisht ndikon edhe në stabilitetin ekonomik të vendit. Në këtë 8 mars, Qendra Psikosociale Vatra, së bashku me organizata të tjera të rrethit Vlorës, japi një mesazh shumë të rëndësishëm. Të gjithë së bashku mund të luftojmë dhunën ndaj grave, mund të luftojmë trafikimin e qenieve njerëzore dhe mund të synojmë arritjen e barazisë gjinore në Shqipëri.
Faleminderit. Në këtë ditë Qendra Rinore e Vlorës përcjell mesazhin që burrat dhe djemt janë aktivistë të drejtave të grave. Në këtë moto ne kemi rreth 2 vjet që punojmë dhe mendojmë të bëjmë edukimin e brezit të ri, sidomos burrave dhe djemve, për të promovuar barazinë gjinore dhe për të promovuar të drejtat e grave. Do të theksuar që pjesëmarrja e gruas në Shqipëri le për dëshiruar pavarësisht përpjekjeve që janë bërë këto vite të fundit. Dhe me ndihmën e shoqërisë civile ne po përpiqemi që së bashku organizatat e shoqërisë civile të japin mesazh për bërë të mundur që edhe vendi i marsit të marrë parasysh kërkesat e grave dhe vajzave. Organizatat e shoqërisë civile po vjojnë punën për të mbështetur dhe ndihmuar gratë dhe vajzat në nevojë dhe do të vazhdojnë të luftojnë për të siguruar fuqizimin e grave në shoqërinë shqiptare në të gjitha drejtimet.